Nderore trup gjykus, nderora prokurore, unë se 13 vjet persekutohem nga drejtësia e Uleksit, pa argumente dhe pa fakte. Gjykimi jam ka ndodhur për krime lufte që e ka marrë dënim për 12 vjetëve, dhe e ka marrë 4 vjetë të gjysë burg dhe ma pastaj jam njëru si i pafajshëm. E di që as po du me akuzu, as me sha, as me fhy zonën prokurore, pa as tupi u gjykus, e di që kjo akta akuz është ju ka vesh kësaj gjykate si këmishe hekur nga Uleksi, i cili ka pas qëllim, e ka ditë fort mirë që këtu nuk ka bazë juridike që unë të akuzohem për diçka që nuk kam pas lidhje. As dëshmitarit ferë. As dëshmitarit që nuk kanë qenë dëshmitarit drejt për drejt ndaj njëri. Po besoj që zonja prokurore e gjetë shumë një për qështjes. Një pjesë tyne të akuzumë që po mënona një kërku falje në se kam një asnjëherë. Në Sheremetin e kam vendas dhe asnjëherë s'kom pi as kafe. E kam një si figurë. Sheremetin e kam vendas, po asnjëherë nuk kam pi kafe. Kam një vesh si figurë. Partner mjakun se kom pa asnjëherë. S'kom lajt kur me të. Me gjotën asnjëherë nuk e kom pa. Asnjëherë s'kom pi kafe me të. Me gjotën nuk jem taku asnjëherë, dhe s'kam pi kafe. Kurse me të tjerët, do mënë kemi njërë sepse jemi të një komune dhe paka shumë. Dhe mënë kemi pas mundësi më pa edhe në fund më përshëndet. Prandaj për mu është e rëndësishme që unë një vetën të pafajshëm dhe një vetën që 13 vjet i penalizuar dhe i përndjekur nga gjykata Uleksit. E nderora të gjykus, unë asnjëherë nuk kam kërku mëshirë, unë kam kërku gjithmonë drejtësi. Edhe në këtë rast, kërkoj vetëm drejtësi dhe vetëm drejtësi. Edhe njerë të ndërë shumë.